Nëna bën deklaratën shokuese. Buri fle çdo natë me vajzën tonë dhe e ka lënë shtatzën. Babë dhe bi po përballen me akuzat e incestit pasi policia ka pohuar se ata kishin një fëmijë së bashku dhe po bënin plane për t'u martuar. Steven Walter Blood, 42 vjeç dhe bia biologjike e tij, Katje Rose Blood, 20 vjeçe, u arrestuan javën e kaluar në Karolinën e Veriut. Ishte gruaja e Steven ajo që i tha policisë se burri i saj shkonte me vajzën e tyre. Sipas të dhënave, Katje u adoptua jashtë shtetit pasi ajo u lindë. Kur u kthye në moshën 18 vjeçare, ajo përdori mediat sociale për të gjetur nënën dhe babain e saj. Në gusht të vitit 2016, Katje shkoi të jetonte me prindrit e saj dhe 2 fëmijët e tjerë në shtëpinë e tyre pranë Richmond, Virginia. Dëshmitë tregojnë se Steven dhe gruaja e tij u ndan ligjërisht 3 muaj më vonë pasi vajza e tyre e madhe jetonte me ta. Gruaja e Steven deklaroi se burri i saj flinte në dyshemen e dhomës së gjumit të Katje pothuajse çdo natë. Gjithashtu bëri dhe deklaratën shokuese kur tha se vajza e saj ishte shtatzën dhe se Steven ishte babai i fëmijës. Ky i fundit i kishte kërkuar 2 fëmijëve të tjerë që ta quanin mami vajzën e tij. Gruaja e Steven, pasi mësoi rreth shtatzanisë, e pyeti bashkëshortin e saj dhe ai e pranoi se foshnja ishte i tij dhe se po planifikonte të martohej me vajzën. Ky e fundit postoi një foto në Instagram ku deklaroi se ajo dhe Steven ishin martuar edhe pse nuk mundeshin ligjërisht.